home këtu, shkojmë të Gjergj Stefa me Future Rome, Gjergj, apo ja? Kolegë shumë interesant është. I ka gjitha me radhë, erdi këtu e mbante kampion, e mbante... Sa e mbante? Faktë, ajo ishte surprizë. E petje, dhe ja shikoj. 25. 25 e mbajti? Po të si e, e mbandot? E mbajmë shumë. Po mirë e të shikojmë që këta një. Hajde njërë, Niko Çosh të lirë. Po kujdes atë vetëm futën gjepat, dhe? Këtë futën gjepat. Kujdes, oke, hajde Niko njërë. I ke arruar ma gjithë topit ajo? Absolutisht. Ja. Sa të vinë. Ja të shikojmë qik. Wow. Kujdes e po na bia ndej, e? Oho! Hajde Niko, po, ti si je me topit? S'po e provoj më mirë se me taka. Jeve taka, nuk do, Okej. Agim Kita i bashkohet shoqërisë Son, Agim, përshëndetje. Përshëndetje gjithë aty në studio. Po si ka mundësi që Zvicra Agim nuk fitoj do të gjaka, nuk arriti do të merte 3 pikët? Fatkeqësisht nuk arritit pas 3 pikët, por prita të gjaka do t'jap diçka më shumë, por ja, kjo është futbolli, por diçka ishte bukura. Sulçe nuk e dija e drejtët që në stadium aty u pa dhe Flamuri Kuqërdi. U pa? U pa, patjetër nënën e gjatë të stadiumit. E kuptoj. Po tribinës ishte Flamuri më i bukur në botë, Flamuri Kuqërdi. Super fare, po e imagjinon t'ishim atje, t'ishe Shqipëria, t'ishe Kosova, biles Kosova ishe shumë herë më afët për të qenë në World Cup. Po, topi është i rumbullak të sulqe. Shpresoj në kampionatin e ardhshëm do t'jene edhe Shqipëria dhe Kosova pjesëmarrëse në kampionatin botror. Do isha kënaqësi e veçantë. Agim, vazhdojnë transmetimet në radio? Patjetër, por jam në Gjermani momentalisht po të E di. Jam në pushim disa ditë. Po. Dhe në datën 24 prapë kthehem, vazhdojmë me emisionin. Okej, po si është atmosfera aty në Gjermani? Qa komentojnë për ekipin kombëtar gjerman? Nuk shon ndonjë atmosferë të jashtëzakonshme kështu. Edhe pse ndoshta jemi mësuar që ne si shqiptarë jemi mësuar që kur kemi ndeshje më njëherë fillojmë me flamujt, me fishek gjare. Po, e fillojmë festën. E fillojmë festën shpejt. Ende pa filluar ndeshja, këta më duken më të qetë. Por po e shoni sot isha në Dortmund, kishte njerëz shumë, kishin ca festa të tyre. Edhe pas një entuziazm të mirë, janë normal që janë optimist për Gjermanin, por që kam nga përshtypjet që shumica për tyre thonë që Gjermania ditë befasohet nga ekipet të dobta. Për mendimin tënë, kush mundet të fitoj këtë botror për mendimin tënë? Unë mendoj që Portugalia. Portugalia? Po pse? Mendimin. Pse? Duket një ekip koza komplet. Po pa ka fituar Ronaldo, e do ka dhe i kup tjetër Ronaldo në karrierë, që tiki, e? Ndoshta edhe më ka imponuar pak edhe Çuni, se ai Ronaldo pastaj të bëjë të fiksim. Djali me Ronaldo nësh, e? Po mos kishe luajtur Shqipëria në kampionatin evropian dhe trupte nga Spanja. Po? Ndoshta do thoya Spanja, por s'dua të fitoj Spanja. Fitoj Portugalia. Fantastike fare gjithë atmosfera e botrorit. Megjithatë, Messi dhe Ronaldo kampionati fundit midis tyre, apo jo? Po i fundit. Edhe kampionati edhe Xhaka do ta ketë kampionatin e fundit. Edhe Graniti? Po edhe Graniti si pas gjitha gjasa dhe ka kampionatin e fundit botror. Po edhe i karrierë të jashtëzakonshme, kaq vjeç, sa është Graniti fiks? Sa vjeç është? 32, 33, 32, 33 duket. Është fantastik. Lojtar i cili ka shënuar me gërma të harta emrin e tij në futbollin evropian dhe botror, njihet botërisht. Mbas është shqiptari më i famshëm në futboll. Po, mund të themi ashtu që është më i famshëm në futboll. Është diçka shumë interesant, sulçe që në emisionin tim unë kam dëgjues të rregullt
dajon e granitit dhe taulantit. Po shne? Dhe ai sa herë që telefonon në emision, edhe unë gjithmonë i them, mi bëjt falja granitit dhe taulantit për të regoj granitit që taulantit e dua më shumë. E ti e ditë se e dua më shumë. Taulantin, nga ajo foto e jashtëzakonshme e Beogradit. Pa tjetër që po. E di. Shiko. Graniti është fantastik edhe graniti, unë mendoj që qunat si graniti, por jo vetëm në futbal. Po? Edhe në profesionet tjera, sinqerisht, ty të bëjnë të ndihesh shumë mirë se je shqiptar. Ja tash jam në Gjermani, kam mësuar isha dhe në Zvicër para një viti, por shqiptarët janë në vendet e huaja, definitivisht janë para partë me të tjerë. Agim Kita, e di që je me pushime, ju bashkove shoqërisë tënde, dhe unë nuk duhet të marrë shumë kohë, edhe ne jemi në fund të emisionit, desha, kur ke kohë të lirë të i ditë tjetër që të kemi një tjetër intervjist më të gjatë, më të bukur, dhe të shikojmë dhe rezultatet e tjera. Sulë që ti e di që unë për ty edhe për Drilonin çdo herë kam kohë. Respekte, faleminderit shumë, natyrisht edhe për A2 CNN gjithnjë tani, që jemi këtu, edhe unë të edhe njërë tjetër të falenderoj, pa mas që u bashkove shoqërisë sonë, një gazetar Agim Kita nga Gjermania, një gazetar i cili është shumë i shijuar në Kosovë në emisionet radiofonike. Mirë, Niko, edhe unë të falenderoj, sepse erdhëm në fund të emisionit, por ta pys një sekund gocën për Matrix, jam mësojnë që këtari, qa ka të reja? Do aptin tjetër të komuna? Sigurisht, atëherë dje që mes palestrave gjithmonë ka konkurencë, por tek Matrix nuk ka asnjë konkurencë, për pak kohë mund të njisi pak konkurencë, po gjithmonë brenda familjes, le të themi nga Matrix 1 tek 2. Shishi ma nxorën direkt. Matrix Fitness Center është një nga palestrat më unike në Tiranë, me një sipërfaqe 700 metra katror dhe pozicionuar në katën e dytë, ofron një pamje piktoreske përmes vetratës së xhamit që mbushin hapësirën me dritë natyrale. Palestra është e pajisur me teknologjinë më të fundit, klasat e ndryshme sportive dhe aktivitetet për fëmijë gjithashtu të pranishme, ndërkohë që stafi ynë i kualifikuar dhe i përzgjedhur siguron një shërbim profesional dhe të këndshëm për çdo klient. Me një ambient që i jep një tjetër dimension sporteve, Matrix Fitness Center gjithashtu ofron sauna dhe relaksim pas ushtrimeve, si dhe një parking të dedikuar për çdo klient, prandaj ne ju presim te adresa rrugës së Barikadave, pikërisht atje ke gjitha. Mirë, atje do vim dhe gjithnjë tek çunat e Matrix dhe gozat e Matrix që janë gati që të bëjnë më të mirën. Falenderoj shumë që